Dhe thot, qa bëj unë tani një skem? Qa loj? Ky është tamam si bën loj ku kam qefti në shtëpi. Si që kam bëhën me çunat e mi, lojra ku kam qefti në shtëpi. O fshieshin mas perdes, o mrafaderës, o mrena në dollap, o poshtë avolinës. Ato bën ai. Kujton ai se si dim neve gjërat. Ku del nga lavanteria, s'del dot. Nuk e bëri fare të besueshme se nuk mund të vllai madh, nuk të nxjerr nga lavanteria. I thash unë, kur ishe kaq i mirë, pse s'të mbajti Kosova jote, i thash, po erdhe këtu. A ishe i mirë, i thash. Ja u dridha, tha, dhe atyre. Po, i thash ti, ja u dridha. Kjo egli është bërë fare, më nuk e di. Kjo egli është bërë për spital. Për çfarë? Ore, si mund të vuaj njeriu në këtë lloj gjendje? Edhe rinë e shikon si fundin e botës. Nuk është fundi i botës. Nuk e di shoqe, që e kaloj të ajo me le qa bëjnë këto tani gocë në mes të Tiranës ajo. Po pra, këtë po them që e kaloj, pse na e shet si vuajtje, të iki të dali, nuk kemi artu me pa vuajtje, se kemi pas vujtje tona për jashta. Erdi këtu ajo ranë dashni. Asaj nuk i flet dot për atës, ajo e mbron për çdo gjë. Që aty duket që është thirrje. Po më për nishanin, ai ranë bërë sajoj nishanin, ajo historia e nishanit, ajo është e pa, ku mund të shkoj mendja, se ajo është një histori për qimet ke nishanit. është budallik, moj. Po jo me ja ka para saj, edhe... Po s'di si ta sajoj, me gjatë sajoj, si ta ndryshoj ai historinë me Eglën.